Vëllezër dhe motra të nderuara, një vajzë e re ndroi jetë. Dhe babai i saj u mërzit shumë dhe i lutej Zotit ta shikonte vajzën e tij në ëndër. Një natë e pa atë dhe i tha: "Bija ime, më trego çfarë ndodhi me ty në botën tjetër." Vajza i thot: "Baba im, u ballafaqova mbasi vdiqja me një çështje shumë të madhe. Në atë botë ku ju jeni, dishim shumë, po punonim pak. Pasha Zotin o baba im, një përmendje e Zotit, ose vetëm një falje ndaj Zotit. Në librin e jetës time këtu është më e dashur për mua se sa e gjithë bota dhe pasuritë e saj atje ku jetoni ju. Por ishim në atë botë që dinim, po nuk punonim." Dhe kjo vajzë në të vërtetë tha një fjalë shumë të madhe, por shumica prej nesh nuk e kuptojnë mirë. Zoti na falt dhe na udhëzoft në më të bukurën Islam. Amin.